Rama. Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje Ana. A jeni mas mirë në botë? Hajde më shkruni se jeni mas mirë në botë edhe që jeni mush energji këtë ditë. Unë e vërtet u kënaqa shumë me krejt manifestimet e juja, edhe disa e kanë pas ma let me manifestu Arielin, disa e kanë manifestu atë sodën Ariel. O, zot, sa kam qesh sot, sa kam qesh. Kënaqësi, është kënaqësi e madhe mi u pa juve, sepse kjo ja vjep besimin se nëse mundeni diçka të vogël me manifestu, mundi me manifestu shëndeti, mundi me manifestu gjona që ju doni me i pasën jetë, ose me i ban jetë, mundeni me i ndryshu krejt sferat e jetës. E jeni gati sonte me punu me zemrën, këna me boni meditim të bukur. Unë kam nisë vetëm disa prej shumë mesazheve që kam mundësi që nuk i kam hapë të gjitha, sepse vërtet kanë qenë shumë mesazhe. Krejt javën, po mënoj prej të hanës, shumë manifestime, shumë. E është kënaqësi e madhe vërtet mi u pa të gëzu prapë si fëmija, që po manifestoni vetëdijshëm. Disa kanë manifestu sot fluturën. Shkojmë, se u bashkuna dhe tjertë, shkojmë. Hajde, pak energji. Jam vërtet, para se ta lëshoj këtë këngë, jam vërtet shumë e lumtur për krejt ata që kam mujt me i prekën thellësi, që kam mujt me i prekën zemër. Jam shumë e lumtur për ata që ju kam dhënë shpresë e besim që mujnë me ndryshu jetën e tyre, mujnë me ndryshu gjendjen e tyre shëndetësore, mujnë me ndryshu raportin me veten e tyre edhe me njerëzit tjerë. Jam vërtet shumë e lumtur për këta, unë mos edhe më keni ba me qajtë, më dhënë kam marrë shumë mesazhe, edhe jam ndi pa fond falenderuese që edhe mu në një moment të vështirë të jetës teme, dikush tjetër, ma ka dhënë një impuls që e ka prek thellësinë teme, që e ka prek zemrën teme dhe që më ka shty në këtë rrugtim. Jam pa fund falenderuese që pastaj unë kam mujt me prek zemrën e juve edhe mi u shty në përmirësim të vetvetes edhe të jetës juve, me këto manifestimet vogla që kena bërë çdo ditë, mi u shty me besu më shumë, sepse jeni në automatizëm, krijoni në automatizëm, manifestoni në automatizëm, po kur ta bani me vetdije, atër e besoni se mundeni me ba edhe tjera gjona vetdijshëm. Për krejt ata që menojnë se është fundi edhe tash nuk doja dalë më dot, gjithmonë ja delni thjesht qoj prej aty ku jeni, nëse unë kam mujt më ushu për një depresionit aq rënd sa që kam mendu edhe me përfundu jetën teme, e jam këtu sot ku jam, atër mundesh edhe ti, sigurt mundesh edhe ti, sepse kemi fuqi edhe nuk ka problem në jetë, e që i problem, dhe një vëse problemit, unë nuk i tham problem, po i tham kontrast, që nuk e ka një zgjidhje dhe që nuk e ka një mesazh edhe një mësim aty brenda. Edhe një herë pju tham, jam shumë e lumtur për këtë manifestime që i keni boja, keni vërtetu vetës se ju mundi me manifestu, sot kena me manifestu diçka tjetër, po për para se të shkojmë të manifestimin, ne do e bëjmë meditimin, të shkojmë në meditim së bashku, dhe pastaj dikush nga ju do e fitoj kursin Shpalose potencialin tënd që e kemi në akademi, prap dhurata edhe nesër do ketë dhurata. Nesër përfundojmë këto 5 ditë meditim, dhe nuk e di, jam shumë falenderuese për këto mundësi që i kem, dhe mundeni me u taku me mu, unë me ju përmes rrjeteve sociale, përmes
këtyre gjonave që i kemi sot të mundshme. Okej, tani masi që u mledhëm ma shumë, u bom bashk, shkojmë në meditim, pasi ta mbaroj meditimin, ta ngrisim energjin, ta aktivojmë zemrën, atër shkojmë edhe në manifestim. Ja keni vërtetu vetës se mundi manifestu me kretë ato, edhe ju tjertë, që menoni se vetëm lëshoni, bani lëshimin, doj manifestoni, nuk ka rëndësi koha, s'ka rëndësi kur keni me manifestu, kemi dhe, oh my god, s'ku këta tjertë, ne manifestova, Valentin, kur s'kam manifestu dishka, hera parë që manifestoj. Unë të thonë, krejt kohën manifeston, krejt kohën, po nuk je vetëdijshme, ose nuk e ke bo vetëdijshëm se krejt kohën në manifestoj. Okej. Edhe tani, unë i gati për meditim, të shkojmë me njëherë meditim, pastaj bisedojmë, dikush do e fitoj dhuratën, edhe shkojmë me manifestimin e radhës, kemi manifestu fluturën e kaltre, kemi manifestu kasetën, kemi manifestu Arielin e sonte, është surprizë deri mas meditimit, kështu që nuk ju të regoj për para, çfarë manifestimi kena me bo. Beso në fuqin tënde, beso në fuqin tënde, beso. Hajde shkojmë në meditim. Ta lëshoj këtu një muzikë. Okej, është muzika kështu mjaftueshëm. Dëgjohem mirë. Do ju pysu në juve. Shkoj meditim, pastaj do ju pys juve se çka menoni se kena me manifestu. Disa i kanë manifestu ato që ju kam thonë para se me thonën. Bukur. Edhe pak mja ullë. Është mirë kështu? Hajde shkojmë tani meditim, unë do i nali komentet. Bukur, dhe kthej edhe këtë pamjen kështu. Nëse keni maska, vendosni maskat. Tani mund të mbyllni sytë. Është shumë e rëndësishme që të punojmë me hapjen e zemrës, sepse kur ndjejmë emocione pozitive si dashuria, mirënjohja dhe lumturia, rrisin frekuencën tonë energjike, duke na animu që t'jemi më të shëndetshëm, më të lidhur me botën rreth nesh, me veten tonë. Kurse kur përjetojmë emocione negative, si frika, zemërimi, dyshimi, ato ulin energjin tonë. Dhe duke na ul energjin, po ashtu nimi edhe të vllokum, pesimist. Dashuria o njerëz është energjia më e lartë, më e fuqishme që na përjetojmë. Dhe ka fuqin me ju ndihmu në pastrim dhe në forcim të fushës tonë energjike. Dëgjoni të gjitha këto me sy mbyllur. Ky meditim do ju ndihmoj të hapni zemrën, ta ndjeni dashurinë, mirënjohjen dhe ta ngritni energjinë e trupit juve. Që të keni energji, frekuenca që tërheqin më shumë të mira, më shumë kënaqësi, lumturi, paqë. Tani filloni merrni frym përmes hunës. Merr frym thellë, mbushë barkun me frym, merr frym me bark, po përmes hunës.
Përsëritni disa herë. Lejoni që frymarrjet të jenë më të thella edhe më të qeta me çdo frymarrje. Tani mbani vëmendjen tek zemra juve. Mbaj aty vëmendjen ndërsa trupi relaksohet. Gjitha muskujt bien. Ndjeje këtë relaksim. Tani imagjino një dritë të gjelbër të ndritshme që del nga qendra e zemrës. Është një dritë e gjelbërt që shkëlqen. Është drita e dashurisë dhe mirënjohjes. Kjo dritë ndihmon në hapjen dhe pastrimin e çakrës zemrës. Ndjeje mirënjohjen, paqen. Mbaje vëmendjen aty te zemra dhe lejo që kjo dritë të rritet, të fuqizohet. Me çdo frymarrje, ndjeje se çakra e zemrës po hapet dhe po shpërndan energji të fuqishme dashurie dhe mirënjohjeje. Ndjeje se si kjo energji shpërndahet përtej trupit tan. Duke kriju një rreth të energjisë pozitive që ju mbështet dhe ju mbron. Krijoje një rreth të energjisë pozitive që të mbron dhe të mbështet. Imagjino se je në një top të dritës të energjisë pozitive. Ndjeje se si ndjenja dashurisë, lidhjes, bëhet më fuqishme në komplet trupin tënd. Ndjeje në falënderim të thellë. Gjendesh komplet në këtë dritë ndriçuese që të mbron. Me çdo frymarrje rriten këto frekuenca të dashurisë dhe të falënderimit. Ndjeje se si kjo energji pastron zemërimin, frikat, merakun, urrejtjen, inatin, e largon komplet nga ky rreth energjik. Në këtë rreth energjik ka vetëm dashuri dhe falënderim të thellë, që janë frekuenca shumë të larta. Leri të shkrijen, të zhduken të gjitha ato që nuk janë dashuri dhe falënderim.
jepi fuqi, jepi dhe rrite këtë energji në çdo qelisë të trupit. Le të vibroj kjo energji në krejt qenjen tënde, në trup dhe jashtë trupit. Ndjeje se si shkelqen hala ma fuqishëm energjia jote. Ky shkelqim është i fuqishëm. Tani imagjino një person që ti e don shumë, mund t'jetë fëmia, partneri, prindi. Imagjino një person që është para teje aty. Lere të prek në këtë energji, dhuroj dashuri, falenderoje me krejt shpirtin tanë, me krejt trupin tanë, që është në jetën tane. Ndjeje falenderimin e thellë, dhuro dashuri, jepi dashuri, jepi nga drita jote, nga kjo energji, nga këto frekuenca. Dhuroj. Vendos të dy duart tek zemra. Ndjeje se si me çdo të rrahur të saj ta kujton jetën, dashurinë. Ta kujton veten tënde autentike. Dhuro dashuri. Ndjeje falenderimin për këtë person, për veten tënde, për jetën, për frymën. Le të rritet kjo energji në krejt trupin tënd. Lejo që kjo energji të shëroj komplet trupin tanë. Energjia e dashurisë dhe falënderimit. Ndjeje këtë fuqi në krejt qenjen tënde. Vibron në energji shumë të lartë, pozitive. I tërë rreth yt është me këtë energji, ti je në këtë top energjik. Ndihesh e mbrojtun, i mbrojtun, e sigurt, i sigurt. Ndihesh e lehtë, i lehtë. Në energji pozitive. Tani ndjeje se si ky rreth, ky top, ngjitet pak lart mbi tokën, mbi vendin ku ti je ulun, shkon pak më lart me trupin tënd. Lëshoju kësaj lehtësie, lëshoju dashurisë, lëshoju ndjenjes së thellë të falënderimit.
Ndjeje fuqishëm. Çdo qelizë e trupit vibron dashuri, vibron falënderim. Vibron energji të lartë pozitive. Tani ngadalë mundeni me lëviz këmbët, durt, mene me veti këtë energjit mrekullueshme që keni kriju në trup. Ndjeni falënderim të thellë. Para mendoni me vibru krejt shumicën e kohës kështu, çka keni me tërheq krejt në jetën e juve. Se ma nuk mundeni me qenë edhe nënkë edhe falënderus. Nuk mundi me pas edhe zëmërim, edhe me qenë në dashuri. Do të thonë nuk mund të dyja të bashkë me ekzistu. Ose jeni anhi, ose jeni knej. Kështu që është shumë me rëndësi me praktiku falënderimin çdo ditë që me hap zemrën, me qenë dashtën me vetën, me dashtë vetën, me dashtë edhe tjerë, me dhuru dashuri, mu ba burim i asajna që doni me e pasën jetë, mu ba ju burim. Shtepër me rëndësi me jetu sa më shumë në ndjenjat falënderimit, sepse janë fara që ju i mjellni çdo ditë, dhe ju keni me korë ato se shka mjellni çdo ditë. Çdo ditë kur shkruani falënderim ose kur ta praktikoni falënderimin, ndjeni dhe merrni atë ndjenjë me veti krejt ditën. Jetoni në dashuri dhe në falënderim. Le të bëhet pjesë e jetës juve. Jo me e bëve që ashtu po falënderon se po shkruaj falënderim, po le jetoni falënderus. Jetoni në ato ndjenja, jetoni në energji të lartë. Okej. O Zot, sa manifestimet ka ndodhur këto ditë. Shkojmë tani me manifestimin e radhës. Ta shohim kush po e manifeston më shpejt. E tani unë me njëherë dikush do e fitoj kursin Shpalose potencialin tënd që është në akademi. Edhe shkojmë me manifestimin. Jemi kënaq, vërtet jemi kënaq shumë, o Zot, sa mesazhet i kam marrë. Mu shumë më kënaq ai fakti kur ju e kuptoni se ju manifestoni, krijoni. Edhe po më nisni, oj Valentin.
Njomza Emini e ka fitu kursin Shpalosë potencialin tënd. Njomza Emini. E kam mendu, në fakt, prej ditës pare kam ditë se çka kam jolon çdo ditë me manifestu, e tash ta shohim kush pe manifeston më shpejt. Jo në Google, si që dini, jo në Google, thjesht kam ju dal dikon, keni me po, çka se më keni qu prap, a krahen, a papuqe, a çka di, do thon sod me Ariel. Kam qesh shumë, ama, do thon mund e shihni dikon, keni me manifestu, kam ju dal dikon. Thjesht do e në diçka që nështë edhe... Hajde t'ju pys një herë kështu, çka menoni se kena me manifestu? Sepse ka ndodh, prej ditës parë, që çdo ditë kur kena pas diçka me manifestu, disa e kanë manifestu para se me e folën. Përshka qani gjyrbjolëse. Mario. Okej, shkojmë. Nuk kam e rujt live-in, e qesim e postojmë në YouTube, shu që pritni. Shkojmë, radio, jo, e kemi pas kasetën. Kasetat, ka i gjitha ato kaseta. Oh my god. Gjitha ato kaseta, thash nuk ekzistojnë ma ato kaseta kon. Një bim, jo. Delfin jo, Ilberin jo, e kemi pas Ilberin dikon, kemi manifestu, djepin. Mua shumë keni manifestu këto 5 dit, e prej t'hanës fillojmë kursin, kush është e kursi, inteligenca financiare, me zipres, me definicione të reja, me mësime të reja, jam trajnu me vite unë, këtë dritim, sidomos ata që e ndajnë spiritualitetin prej pareve, kanë me kuptu dishka shumë të fuqishme, se krejt janë të lidhme, po kur të flasim për ligjet e krijimit, kur t'i spjegojmë ligjet e krijimit të kursi, keni me kuptu edhe krijimin përgjithësi, të më thonë, jo vetëm për pare, edhe keni me kuptu se ç'shka është energji. Po ti jeton bindjet e tua, pa marrë parasysh si për pare, si për partner, si për fëmijë, si për lidhje me njerëzit tjerë, si për gjithçka jeton bindjet e tua. E tani bindja jote nuk len mi bon disa gjana që ti dën, sepse na jetojmë bindjet tona. Aparat jo. Lule mi muza, o keni me qesh kur ta shihni çka kena me manifestu. Okej, shkojmë me manifestimin. A jeni gati? A jeni gati? Edhe nëse dikush e ka manifestu para se me postuon, please tregoni sepse e di se ka ndodhur. Jo as unicorn. Shkojmë tani. Panter. Pantera roz. Okej. Vizualizoni tash. Vizualizoni mirë, këqyrën e mirë, se tash keni me manifestu. Bukur. E dini e keni vizualizu, tash i presone Pink Panther, i presone mesazhet, amo seriozisht ajo me kasetë kon shumë interesant. Shumë interesant. Po ku ta gjime? Romina e përmenda sot. Hey, Romina, jemi sinkron. Jemi në sinkron. Është sinkronizim. Cërtonat fëmijëve ke nis. Kjo ka qenë Google e me ku kam qenë e vogël të vlora. Sot e kam qyrë djali e më shifni, e keni shumica për jush e kanë manifestu hala pa e thonën. O zotë ku t'ka shku mendja. He, tash keni me pa nesër. Keni me pa nesër që kena me manifestu bashk. Ide të forta, s'ka. Jo në Google, kam ju dal vet, keni me manifestu është manifestim. Ose jashtë, ose në çanta, ose diku në rrjetet sociale, dikush ka me postu, dikun ka me ka në vogël, këshur një mirë.
se punën e kasetës dikush i ka gjetë edhe në që që thojnë këtu në që janë të Ramazanit. Të thonë edhe aty e ka gjetë shkru me kasetë. Është interesant, dhe më thonë, ligji i tërheqjes që funksionon krijimin përgjithësi. Tommy Jerry nesër. Jo, nuk është Tommy Jerry. Nesër kem diçka tjetër me manifestu. Kështu që fokusohuni një herë te Pink Panther, Pantera Roz, që i thojnë shqip. Pink Panther, dikush bukur. Në qoftë se kërkon me qëllim nuk është manifestim. Jo, duhet me dal vetë, duhet me manifestu. A disa njeri ka shkruar që për të parën herë ka manifestu diçka vetëdijshëm që kena bën çto 3 ditë, 4 ditë sa janë. 4 ditë. Cinderella nesër. Leni për nesër, për sot e keni Pantera Roz. Kështu që thjesht edhe për juve me ja vërtetu vetës se ju manifestoni. Po dhe i keni pa gjitha ato manifestime që ka ndodhur të ditë. Wow, të betohem sot e lava se e kishte bërë vajza pis dhe kur e vendos për të tharë mendova po sikur ta thoi Valentina sonte manifestoni ketë. Shikoni, të më thonë, manifestim zgjidhja para problemit, që kur keni ndonjë problem, edhe pa ndodhur problemi, sepse energjia ndryshon, hala pa ndodhur problemi, ndodh zgjidhja. është shpjegimi i thellë kjo, vërtet. Do thonë, e ke manifestu një problem, po nuk është paraqit problemi, sepse ti e ke ngrit energjinë dhe ke ardhur te zgjidhja e problemit e problemi s'ka ndodhur hiç. Sa të fuqishëm jemi ne. Sa të fuqishëm. Okej, atëherë unë ju përshëndes. Ju du shumë. Shkoj me manifestimin. Shkoj me Pantera Roz, Pink Panther. Ta shofim kujna po i del. Pa e kërku. Më thonë, mos e kërkoni as në këto Instagram e kështu. Nuk e keni për mu. Nuk keni të e bo për mu, për me ma qu, me të regu që ju keni manifestu. Jeni të e bo për mja vërtetu vetës. Okej? Roberta thot s'kam pas mundësi me ndjek live-et tua dhe futëm pikërisht sot ka Pantera Roz, ka 3 ditë që më thret një kolegen punë Pantera Roz. Voilà. Kjo është manifestim. Është manifestim. Muzikë rri edhe pak. Ju përshëndes shumë, ju du shumë. Shifemi nesër prap me super energji, me super meditim, edhe me super dhurat. Kam një super dhurat nesër për dikan prej juve. Edhe ju që keni humbë live-et tjera, shikoni live-et, sepse vërtet ka meditimet fuqishme edhe manifestimet mahniqme që kena bë bashkë.